Padyshim që është Dardan Kapiti. Lojtari i cili ka një të ardhme të mirë, sidomos puna e tij me Adis Beqiragiqin, ndoshta nuk ka qenë në formën konstante në ndeshjet e Trepçës, megjithatë është një lojtar i kompletuar, një lojtar që pritet shumë ngaj. Nuk ka ndonjë lojtar tjetër të cilin mund ta shquajmë dhe të themi që ky është përveç Dardanit është edhe dikush tjetër. Kështu që mungesa e madhe e këtyre basketbollistëve të ri e bën të vetën, kështu që mbetet për mua një lojtar me perspektive, dhe pse mosha e tij është nuk është ajo që të themi. Ato e ka thonë vetë edhe Dardani këtu në emision. Jam lojtar i ri, kur tha lojtar i ri, edhe përmirësoj vetën lojtar i ri në Ligën e Kosovës, sepse është vetëm edicioni 2, sepse tha unë i kam 23 vjetë, unë e kam pas karrierë edhe jashtë. Po pajtohem me ty. Kështu që Dardan Kapiti nuk ka ndonjë basketbollist tjetër që mund të them diçka më tepër rreth shpërthimit të tij. Si u tha Lëzhërimi, domethënë pas Kapitit na kemi prit shumë dhe besoj që Musa Mala ka qenë një prej atyre të cilat kanë pretenduar me qenë një prej lojtarëve kyç në reputacion edhe po shpresoj që ka me qenë. Don Poloshka? Don Poloshka nuk është lojtar i ri, po më duket, ajo është në dhaj 22 vjeçar, po më duket. A nuk mund ta konsiderojmë këtë sezon që ka pas një shpërthim? Ka qenë domethënë zbulimi i kampionatit, i këtij viti ka qenë Don Poloshka, i cili ka dhënë po për çato po vesh. Po, ka shpal, është kërkoj falje për dallësis. Përmendëm se po Don Poloshka ka qenë njëri prej lojtarëve kyç në vllaznim që vllazënimi ka arritur të gjitha këto rezultate. Faktikisht kërkush nuk ka prit prej tina që ka me shpërthy këtë sezon, mirë po treneri ka ditë ato që ka desh prej tina dhe kjo ka dhënë ato cilën vllazënimit i ka shërby më shumë ti. Dore? Por pajtohem në një mënyrë edhe me Naimi, tash po pajtohemi. Po pajtohemi. Një lojtar i Prishtinës, një lojtar i Trepçës mu pajtu. Po veç nuk e din që ka qenë edhe lojtar i Trepçës edhe kanë qenë bashkëlojtar. E që aty ku ka pika e përbashkë? Nuk ka qenë tragjedi për para prej Prishtinës me kalu në Trepçë dhe Anasjeltas, si sot që e marrin tragjedi. Atëherë kemi lujtë edhe më shet me emrat të ndryshëm. Naljo, adhurus basketbollit, Thudu Ramonal, e di për çka e ka fjalën Naimi, ka qenë vitin 1990, Derimi ka qenë trener, ndërsa Prishtina është dashur me lujtë çerek finalen e Kupës ish Jugosllavisë kundër Jugoplastikës, aso kohë kampioni trefisht i Evropës me Pop 84 ka qenë atë edicion. Edhe në mungesë të lojtarëve, natyrisht Naim Hajrizi për i Trepçës ka arë si përforcim të Prishtina, edhe ka luajtur me licencë të shkelzim fetiu. Kam qenë vizionar, e kom ftu. Okej, kjo ke vetëm një kthim rap. Kalojmë tani të ajo për çfarë fillon të bisedojmë. Unë kam pritur shumë më tepër nga Meriton Ismaili, që do t'jetë ai që një mënyrë do të shpërthej në kampionat. Nuk ka ndodhur kjo, jo me fajin e tij, mirë po me fajin e një trajneri, nuk di se nuk e ka futur në lojë Meriton Ismaili. Kam pritur edhe Jon Ismaili që do të tregoj shumë më tepër se sa që ka treguar në këtë kampionat, edhe pse filloi mirë, megjithatë i duhet si duket shumë më tepër përvojë, i duhet edhe shumë më tepër besim nga trajnerët për ta futur në zjarr, nga se një moshë për 18-19 vjeç. Duna me të ndërprek këtu, Joni filloi mirë, e pati besimin e Bilges, edhe pastaj për një herë, pavarësisht prej ndeshjeve të mira të cilat i luante, sidomos pas asaj ndeshjes së mirë kundër Trepçës kur i shënoi 7 pikë, pati 3 asistime, 4 kthime, nëse nuk gabojmë me statistika, edhe atëherë për një herë minutazha e tij u limitua. Çka ndodhi? Pati një lëndim, mungoi në 3 apo 4 ndeshje, me pastaj si duket ky trajneri që spanjoll që erdhi në ekipin e Prishtinës, nuk i besoj shumë dhe nuk e fuste në lojë as pak, kështu që shumicën e kohës ai ka qenë në bankën e rezervistëve. Këtu duhet bërë diçka që sa më tepër minutazh të kenë basketbollistët vendor, sidomos ata që janë perspektive dhe do të jenë bartës të lojës së reprezentacionit të Kosovës. Duhet të bëjë diçka. Joni im ka pëlqyer se ato ndeshjet e para kur filloi, më duk që e mur lojën dorë dhe nuk e kish atë frikën prej kundërshtarit, domethënë e marrë topin edhe i bëj ato cilat i kish mësuar dhe cilat i dike dhe i bëj shumë mirë.
Kështu që unë shumë kom prit për tina këtë kampionat, mirë po ju limitu minutazha, sigurisht që po të blerimi pas ka qenë edhe i lëndum, që nuk e këmë ndit, mirë po minutazhet ju ka cungu edhe pak a shumë ka stagnu pak. Mirë po unë shpresoj që këtë vetaj do të me qenë lojtari që ka me shpërthy. Po të ishte të Adis Beqiragici me siguri do të kishte një shpërthim Jon Ismaili dhe këtë tjetër përshtypje do të fitonin për të në Superligën e